Statusit në X të Richard Grenell. Besoj e dini, sot kryeministri Rama ka zhvilluar një vizitë në Hag, ka bërë një status të gjatë ku në fakt ka ngritur disa pikpyetje, por edhe ka vënë gishtin përsa i përket asaj që po ndodh në Hag. Sipas kryeministrit Rama, pa drejtësi ndaj ish luftëtarëve të TSHK-s. Fakti që e riposton Grenell duke konfirmuar atë që tha Rama, çfarë do të thotë për Kosovën, për ish luftëtarët e UÇK-s? Shikoni, rastin e gjykatën e Hagës apo dhomat e specializuara tashmë është në përfundim e sipër. Pra, dëshmit janë paraqitur nga prokuroria, dëshmit janë paraqitur edhe nga mbrojtja dhe ne presim edhe pak muaj që të dy palët të japin fjalët përfundimtare dhe pastaj gjykatës ta marrin vendimin. Pra, vizita e Ramës ishte jashtëzakonisht e rëndësishme sepse kryeministri shqiptar edhe me këtë rast, po edhe herave tjera është treguar i guximshëm dhe i sinqert në përthekimin apo në përshkrimin e situatës që po ndodhet ish presidenti Thaçi bashkë me shok në Hag, një gjykim bizar i cili zgjati 5 vjet, për të cilave 3 kaluan pa ndonjë proces gjyqësor, i burgosur, i izoluar, pa leje të mbrohet në arrest shtëpiak, përkundër faktit që shumë shtete evropiane ofruan garanca sovrane përfshirë dhe Shqipërinë për ta liruar zotin Thaçi në arrest shtëpiak. Pra, një proces i tezgjatur ku mbrojtja dha një dëshmi të fuqishme nga general, diplomat, lider amerikan dhe evropian të cilët ishin shumë qartë. Zoti Thaçi nuk është fajtor sepse nuk ishte kryekomandant ushtarak i një ushtrie mirë të organizuar, por një lider politik i një kryengritje më shumë rurale, gjithsesi patriotike, po jo e organizuar në mënyrën se si pohonte akuza e Jack Smithit, prokurorit famkeq i cili filloi këtë bela, këtë proces. Dhe zoti Grenell shumë herë më herët e ka deklaruar se këtë akuza e ngritur nga Jack Smith, e cila u shpall në ditën apo në momentet kur zoti Thaçi ishte në aeroplan duke udhëtuar tek presidenti Trump para 5 vite më shumë, thjesht ishte një aktakuzë politike me primesa të cilat u panë që nuk janë të bazuara në fakte dhe historitë në teren dhe historinë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj edhe një herë zoti Rama po dhe Grenelli e thanë atë që tash botërisht po dihet, që gjykata speciale thjesht dështoi të krijon një institucion apo një mekanizëm të gjetjes së vërtetës, të drejtësisë tranzicionale, të identifikimit të krimeve individuale, po bë thjesht një instrument monoetnik. Ju kujtojmë se vetëm shqiptarët deri më tani u akuzuan nga kjo gjykatë dhe të gjithë ne po shpresojmë se kësaj sage po i vjen fundi dhe se në pranverën e vitit tashëm zoti Thaçi bashkë me shokët zotin Veselin, Basin Jakup dhe të tjerët do të lirohen dhe të kthehen në vendindjen e tyre. Shpresojmë që të jetë eksaktësisht kështu siç thatë ju. Zoti Selimi, jemi përballë një lajm jashtëzakonisht shumë pozitiv, hiqen masat Kosovës, fiton fonde, patjetër është begati e gjitha ajo që na pret në 2026, ashtu siç tha në fakt edhe von der Leyen. Po këto 900 ditë nën masa, a duhet të kenë një përgjegjës? Shumë pyetje më mirë, sepse këtu u bën një hallakam e madhe, gëzim i madh se u hoqën sanksionet, pjesërisht u hoqën sanksionet evropiane, ca të tjera u paralajmëruan se do të hiqen në fund të janarit, por pyetja e vërtet mbetet se këto mjete nuk janë mjete të reja, këto janë mjete të cilat është dashur të shpenzohen para 2-3 vitesh, të cilat u bllokuan për Kosovën. Kosova humbi afër 1 miliard euro nga fondet e bllokuara evropiane, plus fondet e projekteve derivative të cilat ishin të ndërlidhura me fondet evropiane, kur e kombinojmë me një mungesë eklatante të investimeve kapitale brenda Kosovës nga ish qeveria e Kurtit, ne patëm një kolaps total të investimeve kapitale, qoftë nga donatorët, qoftë nga burimet vetanake, dhe Kosova tash 3-4 vjet po vuan pasojat e thella ekonomike të këtij izolimi i cili pat impakt
makroekonomik, por edhe në xhepat e vetë njerëzve. Inflacioni në Kosovë është i më i lartë tash zyrtarisht në Ballkanin Perëndimor. Normat e interesit në banka janë ngritur tepër shumë, edhe për shkak të mungesës likuiditetit i shkaktuar pjesërisht edhe për shkak të bllokimit të fondeve europiane. Pra, lajmi i mirë gjithsesi se u heqën sanksionet. Kishte një konsenzus politik këtu Bedri Hamza, kryetari i PDK-s, por edhe Lumir Abdigjiku, kryetari i LDK-s, javë më parë dërguan letra von der Leyen për heqjen totale të masave apo dëshkimeve ndaj Kosovës. Dje u paraqit apo u paralajmërua dhe sot u konfirmua se një pjesë e tyre do të hiqen, 200 milion u liruan, por këto 200 milion ishin ato të cilat ne i kishim para 2-3 viteve, pra u kthym te pika 0. Humbëm 2 vjet e gjysmë, por fatkeqësisht për kundërheqjes së masave, pozita e Kosovës brenda kontekstit të zgjerimit evropian, kur të krahasohemi me Malin e Zi dhe Shqipërinë, por edhe vende tjera e rajonit, ne thjesht jemi duke dëshmuar një stagnim. Ka ardhur koha kur ne po gëzohemi që po na hiqen sanksionet, në vend se po të gëzohemi se po esim përpara me hapa konkret, formal të proceseve që konfirmojnë rrugtimin e Kosovës drejt BE-s. Po, në fakt, pse u hoqën masat? Kemi një reagim zyrtar si pasojë e rotacionit në veri, po i gjithë procesi në fakt ishte krejtësisht demokratik apo jo, fituan edhe normalisht do të merrnin detyrën. Po të kthehemi pas të kohë në fakt me vendimet e qeverisë që quan edhe masat e Bashkimit Evropian, pyetja natyrshëm është çfarë fituam? Pra, vetëm vend numëro, vetëm patëm një pauzë 900 diçe, siç edhe e tham, por ndërkohë sërish në ato komuna drejtojnë serb apo jo? Përsëri një pyetje mirë, çka fituam? U kthyem aty ku ishim para 3 vitesh, kushtet të cilët i vendosi BE-ja edhe ishin atrike në aspektin e presionit të shtuar ndaj Kosovës në momentin kur Serbia nuk po përjetonte ndonjë presion apo ndonjë ndëshkim për operacionin terrorist në Banjska, por Kosova tash e disa vite fatkeqësisht është një pozitë asimetrike, përpos 5 shteteve që nuk e njohin Kosovën, ne thjesht nuk arritëm që nëpërmes dialogut si një vegël e cila po përdoret nga BE-ja si një shkop, por edhe karrot për Kosovën dhe Serbinë drejt integrimit evropian, ne nuk arritëm ta konsolidojmë narrativën tonë, rolin tonë, pozitën tonë në Bruksel, dhe jo vetëm që vend numëruam fatkeqësisht, aq sa po shoh unë nga bisedat me diplomatë evropian, nga zyrtarët e BE-s, prezenca e Kosovës në Bruksel tashmë është një hije e asaj që ka qenë në vite më parë, dhe gjithsesi lajmi mirë se një pjesë e fondeve por rikthehen, riadresohen në Kosovë për investime shumë të nevojshme në fusha të ndryshme, energji, instalacione të ujit, projekte të ndryshme të BE-s, por procesi politik, procesi i ndërveprimit me BE-n është ende i bllokuar. Unë shpresoj se vitin e ardhshëm do të jetë një vit më optimist dhe më veprues nga ana e Kosovës, me një qeveri e re e cila jo vetëm që do të rekuperon apo përmirëson këto gabimet që i dëshmuam në vitet e shkuara, po do të bën hapa të shpejt për të krijuar një atmosferë pozitive për Kosovën me dy lëvizje të rëndësishme, një antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, i cili nuk është një institucion i BE-s, por megjithatë luan rol të madh në konsolidimin e prezencës Kosovës në Strasbourg, në organe evropiane, në aprovimin e konventave multilaterale, por edhe në aprovimin e kandidaturës së Kosovës për anëtarë të BE-s në ndonjë formulë të njëjtë si potencialisht është planuar edhe marrëveshja e stabilizim asociimit para tash një dekade. Pra, kur ka dëshirë, kur ka vullnet, ka dhe mundësi të punohet, por ne duhet të kemi një qeveri e cila ndoshta të shikon më shumë ka Tirana dhe ka Podgorica, dy shtetet e cilat me të vërtetë arritën shumë shpejt ta krijojnë një momentum dhe një sistem të reformave i cili po njihet botërisht në Bruksel dhe në kryeqendrat evropiane. Pra, na kemi edhe shumë detyra të shtëpisë që të jemi në pozitë
vetë lavdromi apo vetë kënaqemi. Momentalisht ky eksplodim patriotik në rrjetet sociale se u hoqën masat duket paksa edhe ndoshta i pikëllueshëm se ne po gëzohemi që po kthehemi aty ku ishim para 3-4 vitesh, por realisht pa ndonjë përgjegjësi politike se ku shkuan 3 vite dhe sa mjete të tjera u humbën. Ne ende nuk kemi as parate kompaktit të rritjes, Growth Compact, i cili në Kosovë as u ratifikua. Pra derisa shtetet e tjera tashmë kanë levruar qindra miliona, ndoshta edhe miliarda në këtë periudhë të 3 viteve të fundit, ne po kthehemi te kusuri që i ka mbetur Kosovës me një aksham pazar para vitit të ri.